Diku në mes të Kosovës, gjendet një nga parqet më të mëdha në vend. Me mira hektar të rrethuara, brenda të cilave rriten e jetojnë të qetë, drer, derra e kafshë tjera të egra. Një zonë pak e shkelur nga njerëzit, pasi për të hyrë nevojitet një leje e veçantë. Pra, bëhet fjalë për vendin e gjuetisë me rëndësi të veçantë, Blinaja, të cilit shpesh i referohen si park nacional. Prapa këtyre dyrëve fshihet një botë shumë pak e njohur për qytetarët. Edhe pse shumë pak kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, shumë pak vizitorë dinë se në parkun Blinaja ruhen me fanatizëm një numër i madh i kafshëve të egra. E ne do të shkojmë sot i shohim nga afër se çfarë kafshë ka këtu dhe çfarë atraksioni tjetër ka në parkun Blinaja. Brenda rrethojave janë rreth 900 kafshë, që përfshin 3 lloje të drerëve, të cilët jetojnë në harmoni me derrat e egër, për të cilët kujdesen me përkushtim Naim Shala me kujdestarët e tjerë të këtij parku. Ai ka më shumë se 20 vite që e bën këtë punë. Për shkak të territorit të gjerë, sot do të na shoqërojë me veturë në zonat më të veçanta të Blinajës. Sipas tij, koha më e mirë për t'i parë kafshët e egra është muaji dhjetor dhe janar, për shkak të ushqimit. Në kërkim të drerëve duhet kaluar përgjatë rrjedhave të ujit, vend ushqimeve e pyllit për plot vegjetacion. Nga këta drunj e ka marrë edhe emrin Blinaja, pasi rreth 15% e dronjve janë të llojit bli. Ndërkaq pjesa tjetër është e përzier bashkë me pemë, të cilat janë edhe ushqim për kafshët. Kjo kohë e vitit, sipas Naimit do të duhej të ishte me borë, dhe kështu më lehtë do të haseshin drerët. Por viteve të fundit klima ka ndryshuar. Megjithatë, kemi pak fat për t'i parë disa. Këta nuk janë të vetmit në vendin ku kemi arritur tashmë me Naimin, i cili shpjegon me shumë entuziazëm se si duhet kujdesur për kafshët, por edhe për Blinajën në përgjithësi. Na ka thënë ku jena që tash mos pari, se në Blinajë hinëm, erdhëm deri i kanal. Po me gjithë nasin, tash jem të ngastra ne, është vendi e ushqimore të qendra vogël, i thojmë ne. Po është Veshgjimorja, si shpeshifni, është depoja e ushqimit atje, është stoku me son, edhe koritat ushqimore, edhe kryporja më poshtë atje. Këto koritat jo i moshni me drithra, me ushqim? Me misër kokër. Këto boqa që i shihni, kjo misër tramak. Konkretisht për derra, e merr një edhe ecë. Nuk bojnë luft në ushqim, se dhe njerëz bojnë luft. Shto për kaproj. Kaproj. E çfarë kaproj, çfarë drerë ka? 3 llojet kaprollit, dreri kuq, dreri morum edhe kaprolli autokton. Na i pom pak më herët. Ai dreri kuqke. Dreri i kuq. Femën me vizh të vogël. Për cilët lloj ka më shumë këtë pjesë? Më shumë ti ka pi drerit kuq, se o më dominu, so më i fortë dhe më jetëgjatësinë ka më të madhe. Po. Sa jetojnë, ose sa... Po literaturë shkruan që 30 vjetë. Një drejtë. Po varet sa e legjetari. Këto nuk ka kush i prek, po. Absolutisht. Tu mund mi damtu ujku, mund damtu për vetë apo vjetërsia, mosha. A, ke shumë hecë ne? Po, pa tjetër. Më nga tregu ma shumë.
për Blinojën, se ka shumë njerëz që kanë një për Blinojën, po e njohëm si park, e njohëm si park nacional, e njohëm si gjithçka tjetër, po shumë pak e njohim si rezervat, që në fakt qashtu edhe është. Edhe është qashtu rezervati i rëndësisë së veçantë. Do më ekskluzivisht për kultivimin e kafshëve tegra, që janë zhdukje sipër. Do më dreri kush, dreri lopëtar kërkun pyet, jashtë Blinojës nuk ekziston. Kaprulli autokton po, edhe deri egër. Dreri kush, dreri morëm nuk ekziston. Përveç në vështri, ai që e ka si ferm që i man aty, do të thotë edhe të Shukribuja në Paum aty, dhe ai e ka një pjesë që i man si rezervat, drerin e kush e lopëtari. Edhe tash ky rezervat i ka drerin edhe derrin e egër që e kultivan. A ka kafshë tjera që qoftë përkohësisht ose rritën këto, vinë prej zonave tjera? Janë shpenzt, pata egër, shqiponja, gjereqina, plumi egër, plumi malit, lepuri, vjedulla, dhelpra, ujku mund me ka her pas here, tjetër diçka çakall, diçka s'ka. Jo. Po për krejt të ju kujdeseni? Për krejt. Sa veta jeni? 9 veta jem, dhe ma 7 pëlltare oje pylli, edhe teknikë edhe në përgjithsi. A na kallëzën sa herë duhet me ushqy, qysh është rani i parku, i rezervatin këtë rast? Ushqimi fillon për 15 nëndori dhe me 15 mars. Dhe më varet për kushtë të sigurdita sodit, edhe ky muj që ka filluar, dhe më vetë për jashtim që 5 dit ka pas borë, i kena shpërnda për dit. Tash një dit po, një dit jo, dhe më në mëngjes. Në ora 8 vim, filloj me ushqim. Ju i po në stok që ju shkem të prit, kër e po në kerin, dhe më për çdo ditë që kjo, edhe tani dalmi në përcjellje tyre, se si për marrin ushqimin a ka në të plagosta apo të smur, edhe pëlltare tjerë janë në patrollim pylle dhe rrëthoje. Shkoku i gjëhëtijë se kur janë festat e fund vitit, gjëhëtija është ma atakume. Kanë dëshirë keqbërësit me bo gjëhëtijë ilegale, na i kemi edhe patrollat e natës që i bojmë, se vjetë pozicionuat në veshgjimor atje. Kafshë janë të e marrë ushimin, një e vret, 10 i varron, edhe që kjo është kujdesi një ditor, një mujor, një vjeqar. Ja, për bojnë damë shumë, apo ka... Ka tentime, po dame nuk ka. Ka tentime, nuk e preshtoj mundësinu, na i midis Prishtinë, po vivet, banka, sene, ose këtu, po nuk kena hos deri me tani, a tentime ka. Unë e para 5 dite gjatë patrollës e natës, diku në ora 10-20, kum hasën 3 persona të maskuar, me maska, me armë gjëtijen, na kanë di kur jenë dalja shtërtojnë drejtim për i njërit. Ma let ju duke këtu mi pas krejt kafsh me një vend, për gjëti se sa me dalë... Sigurisht tura e ba men si firmena gjësore krym punën. Ju i parë për shambull të stogu aty që ishin të e marrë ushqimin, edhe kafshtu janë matë butaj, nuk janë tegra, nuk e kanë atë tegrësin, nuk e kanë atë frikin, sigur që e kanë jashtë. Se gjithë kujdeset njeriu do të. Janë ma tafër me me. Ma shumë. Po, jo krejt qytetarët kanë mundësi me ardhë dhe me vizitu? Jo krejt kanë mundësi me i pa këta? Jo, është një regulore, pa leje të agjencionit pjor nuk lejohet, dhe ma do të banë kërkesin qëllimi dhe arsyeja vizites, pasandej ata e lejojnë. Po me një tarme, mendoj që kjo ka më regulue, ka më bo një hyrje me një pages minimale, edhe për studentë, edhe për nxënës shkollave, edhe për gjithë. Sigur të lejohi me ardhë gjithkush me vizitu këto, normal, pa e dëmtu asë njëherë me qëllim vizite dhe rekreacioni, a ka çka she një vizitor, përveç drerve, përveç kafshëve që ruhen? Përveç këtyne ka she livadët bukra dikun 6 hektar, janë 33 liqej akumulus, po një pyll i bukur, me i pesazh jashtëzakonisht mirë, dhe më ka shka she. Edhe kemna vizita studentëve të shkolla ndryshme, të hikinga që po esin, beso tani njësia speciale policisë këtë ushtrime të i banë, FSK-ja është ushtrime konduksionale që bithojnë ata, dhe thëtë është një vend jashtëzakonisht atraktive, dhe është një mushni e Kosovës për mesin e Kosovës. Vend jashtëzakonisht? Absolutisht. Tash do të shkojmë të shuhëm edhe vend kryporën atje. A shkojmë e shuhëm vend kryporën? Po pa tjetër edhe stogun e Sanës. Vend kryporja është kryp e zakonshme që i vendoset për ata, apo është një diçka ma speciale? O speciale, kryp e gurit, prodhim turk që e marmi, edhe e vendoset të ndru, edhe ato shkojnë e lepin.
Edhe është domosdoshme për trofe, për brinët, për mishin, për lkurën, për gjitha e rregullon kafshën, është imediate për të. Përveç krypës, misrit, a ka një kujdes tjetër më të veçantë që duhet më... Krypa, misri, sauna, tani janë lena që i morin, pemë të egra, dhe thotë dhe kullota e livadit. Se pavarësisht se ka saunën aty, e do në dhe barin e ngrinet lagt. Dhe instikti e lip ashtu. Ato ku më pyte ma herët për vizitor, është problem se edhe ta shivin, edhe na do t'jem për cilë e tyne se kjo kafsh, instikto, nuk dihet kur sulmon. Njerës jenë bëtë pa parashikushëm do me ha, ka probleme familjare dhe këta kanë probleme dhe jetës vetë, edhe mund me sulmu, mund me damtu në i qytetarë, dhe ma nuk kemë një infrastrukturë të mirë fillë, të sigurune që nuk e damton, se këtu levizin janë të lira. Do që për çdo vizitor ju duhet me kanë për cilë dikush prej... Absolutisht, se nuk dihet e kur sulmon. Kjo vend kryporja, që ndërlidhet me vendën ushqimore, me saunën, me veshgjimore, me depon. Do më ku ushqimorja, do me ku kryporja. E këto, sa zgjat një... Po tash më varet fluksi kafshëve sa vinë. Që për shembull kjo hargju. Po ma shumë se 2 javë nuk qëndron. Jo, po. Të pse kjo hargjua. E kena qitë tjetën që mes me jetë pa to. A, edhe kjo tjetra është... Krype gurit, veç ngjyrën e ka dhe kjo dallën, se për shembull kjo për diçka tjetër, kjo për diçka tjetër. Të janë 2 komponente që i duhen organizmit kafshës. A kjo sona dhe kjo... Depoja është e fatë, vetëm që i figuron aty, duhet me thonë aty, se kur hargjoj ke sona në stëv, dhe tje kena pas balla, sigur që i kemë pleme tjera, i marrëm i ballat dhe i qesmin ku borës madhe që mësë me kafshën. Që përdogu që vend në rrugë, të avanë shumë për atrakcion turistik fantastik. Pyllën që i shpeshin në qëto një moshor, o pyllë 74 vjeqar, o cungishte që i thërë në gjuhën e pylltaris, e trajtune, edhe ka orë deri këto. Pyllë dikush pëse nuk po e degzune. Nuk po e degzune se si cili ka këshirë me zadritën, me mbjetu. Edhe s'ka vazë vakë mu zhanu. Edhe është i një kujdes për me... Absolutisht, Përveç ushqimit, këto derat e kanë krijuar edhe një hapësirë të veçantë për ta. Ky vend i kot? Ky vend i kot derat kur lahen, dhe më pi parazitëve të jashtëm një dëmtuar, e është instikti ti që ja kërkon me pas si vene më qalike, ju peshin një që me freske që ka qenë tu, edhe peshin një këtë gjuhën tu, dhe më fluksin e tyne që bukur fluksin madhë që i vinë tu, edhe pse i freske tu këtu që pavarësisht që ku hadimin, e ka venin hinë shkryhet, a pëse shka krua aty. Dhe moj, si cili i ka venin e vetë, ven ideal për kafsh. A dini prapërsisht numër sa dera... Po. Apo e keni... Prapërsisht se tash me thonë sakt, na banë numërimin e njerëzve, nuk dikun sakt. Moj me thonë dikun 80% se ka herë edhe në ushqim, se në në të ushqimi që kena bo numërimin, dikun kem 500 krerë derë, edhe 400 krerë të kaprojve, do më 3 lojve. Dikun 900 krerë cilët numëri, i përafërt. Këtë kjo janë në 3.000 hektarë? 3.000 hektarë, po. Po, 3.000 hektarë. 3.000 hektarë janë të rrethunë? Të rrethunë, po. 34 km rrethunë janë. 13 fshatna kufizojnë, 3 komuna janë Shtimja, Lipjani, Drenasi, po si territori gjenë territor Lipjani. Në çdo vend ushqimore ka një shtëpis që shërben si lloj depoje dhe një vend nga ku vëzhgojnë pikqyrësit e këtij rezervati. Krahas kafshëve të kultivuara në këtë hapësirë gjenden edhe shpend si shqipunja perëndorake, thellëza e gurëve, derisa gjastinëve të ndryshme, ku pas kohe ndalojnë edhe shumë shpesë të tjerë shtektar. Pra, dashamirët e natyrës duhet ta vënë në listë për vizitë këtë park. E ne do të vazhdojmë të eksplorojmë edhe më tej. Në hapësirën prej rreth 3.000 hektarësh gjenden më shumë se 30 liçe artificial, të cilët përveç që shërbejnë si vend ku pinë ujë kafshët, janë edhe atraksion jashtëzakonshëm turistik për t'u parë. Secili prej tyre është i pasur me peshk. Tash kena ardhur te njëri prej liçeve më të bukur që na the, në fakt nuk është i vetmi, edhe të tjerë.
Po jem të pjesa zborësit, Ngostra 20. Është liçeni parë dhe liçeni 2 që po të nërtë atje. Ta liçen pasur i patë dhe patat e egra, edhe me pesh dhe 15 kg krap, ushqehen pranë verën e hershme, me grunë thynë. Dhe më është një kujdes edhe për gjë peshkim ilegal, nuk lejohet. Nuk mundet më ardhë dikosh edhe me peshkim që ta? Absolutisht, edhe ende nuk ka leje për peshkim, s'ku për gjë ti. Dhe më veç jem të i trajtu dhe të i kujdes dhe i tyne. Sa liçe tjirë janë? 33 liçe janë. 30 janë aktiv, 3 dështojnë në kohën e korrikut, në ngosht, deri në nëndorë. Edhe se cili për tyne ka peshk? Se cili për tyne ka peshk. Liçet janë bënë për shkak borimit të ujit ka pas pak, vetëm 3 borime janë, edhe ato janë bugla. Një kemë na që marrë në objekte me romë të lirë, për hir të kafshëve me pas ujë mjaftueshëm i kanë bënë liçet akumulues. Me krijimin e këtij rezervati janë kriju edhe liçet. Po. Ja. Ma herët janë bënë edhe liçet. Mungesë të ujit që me pas ujë mjaftueshëm. Tash përveç këtyre liçeve që kujdesni edhe për peshkun, për ushqimin e kafshëve, kush prej ka vinë paret për mirëmbajtje? Krejt paret vinë për Agjencionit Pyjor të Kosovës. Ju a gjeneroni tyra diçka? Ne gjenerojmë me shitjen e drunve, po tash me llogarit ato që gjenerojmë në ampi drunve, paga, shpenzime derivate, mirëmbajtje vetura, sa ne shkojnë që aty. Të tjera të vinë shtesë. Janë të domosdoshme me mirëmbajtje? Absolutisht për me mirëmbajt habitatin. Çka ka të domosdoshme me mirëmbajtje dhe çka ka domosdoshme me investu në këtë zonë? Se zonë e madhe është zonë me interes. Qendrore dhe kryesore është rrethoja. Rrethoja kryesore don sa kohë më shpejt. Sa më shpejt. Pse ka rrezik me dalë kafshë prej këtu? Po nëse son rrethoja atëherë kafshë mos ka këtu. Nëse son rrethoja ato janë promotori krejt që e ruajnë kafshën që mos më dalë. Rrethoja është në vitin 85 apo punue, është degraduar tej mase, e ka hungur korozionit e toka, im shoh deri del, kur dalin ato dalin si familje 10-15, edhe se kiat numër mo. Edhe me ato shtylla jo e fat vet. Jem ty e shty me zër, do të thotë, se rrethoja edhe një vjet 2 mos ka rrethoja. A ka plan bile mu bo? Projekti është me gjitha, kur i donë pare qeveria o punën e tyne. Po edhe derisa ti ndonë pare qeveria, ju apet keni me rujt? Jo, s'kem qarëna që ashtu, deri me ta qyshe kena arnu, du të me arnu deri me tani. Pjëshomi shumë të lidhën me ambjent, me këtë vend, pjëshomi shumë të lidhën edhe me kafshë, se dikush që nuk jetën këto, po mënej që nuk kujdeset për këto, e ka shumë shtirë është me kuptu edhe punën e juve. Unë do të vlas një fjallë popullore edhe të familjen se nuk je i lidhë atëherë s'ki familje. Edhe të një habitat kur vendgjëtije që unë nëse nuk je i lidhë edhe nuk e dënë, atëherë je i dështumë. Edhe rezervati edhe ti. Ma ka imponu vendi se këtë vend e kemë edhe si vend shajt, edhe gjatë luftës në ka shërby shumë, i vetëmi koridor ka qenë i furnizimit deri në Llogjan me Mill. Dhe më hanë edhe shpetimtar kësaj pjese për me dalë rrash popullata ka qenë kjo Blinaj. Edhe në luftë ka pas efektin e vetë. Po edhe mas luftë tash e ka efektin e vetë e kemë një mushnin në mesin e Kosovës. Një filter, një paraj, së ta quj. Ma shumë po duket si mision i shajt, në thojza, absolutisht. Unë e thash edhe ma herët, një fabrik mund të punojnë për një vjetë. Ky rezervati ka 7 vite, dhe ja orde këtu. Pi luftës 2 botërore llogarite, 74 vjetë. Tash 3 gjeneratat njerëzve duhet me prit dhe i vjen një rezervat, na kemë të gatshëm. Vetë do në investimi edhe lejimin e turizmit, peshkimit, gjuetisë turistike, krejt të vinë edhe hecën vinardë vetë. Kërë thuni gjuetia turistike, qysh mendohet, qysh mja spjegu një vend, po s'mujnë mi vra krejt kafsht? Na e qesmin faqen tonë, del aty me trofej arti, i bronz, i argjent. Si cilë e ko çmimin e vetë. Qika që kemë, trofej të artë, qika që kemë bronz, qika që të argjent. Aplikojnë njerëz, vinë, i afrojmë, gjuetin selektive reduktuese, të grupë moshave bojmë na vetë. Edhe shkon trega në Kosovë, po jashtë ku e banë kontratën dhe ma shteti. Po, qësh është në këtë venet tjera të Evropës? Për mja spjegu shikuesve çka nën kupton kja. Do të mundet më ardhë me një armë normal, legale prej jashtë, apo ja ofroni ju, apo mundet me zgjedhë çfarë do kafshë me gjuhë atë ditë?
Ai do të më përcaktu farë trofeje donë. Edhe na ja spjegojmë, që ky trofej ko që smim, ki ko me dalë faqen tonë, tangencionit, që ky trofej i artë e ko që smim, i argjendi që ton, i bronzi që ton, ta shaj gjithë dhe merë, si që dhe ko shmimin e vetë, te arma du të me konë gjëtar, i certifikum, me dit me manipulu me armë, na ja afrojmë gjahun, e vret, paguhet, kuptohet, donë me morë mishin, e merë dhe mishin, paguhet, zdo me morë, do me vra, do me majtë një kujtim, një foto, edhe e lejot, po mendoj me ligje evropiane. Me shoqata gjëti si mirën, me rezervate, jashtë neve, s'ku në Francë janë... A ka pas një gjëti të tillë ma herët? Te na jo këtu, për mas lufte jo, për para lufte ma shumë të jamar elita politike. Mi spjegove ma herët ato koridore që the për formën e gjuetis, që është nëse veç është leju, ishtë bërë. Aja ma shumë përdoret për gjueti reduktuse për neve mrena me bërtim, me hajk, do me trembje, thamë ma shqip, edhe ata pozicionohen në koridore, vinë kafshët aty, edhe stafi e din cilën grupë mosh me hjek 2 vjetër të mesëm 3. Që me majtë balansin, baraspeshen, sa ka kapacitet në bajsë rezervati. Me qëtë kilometra sa i ka, me qëtë rezerva edhe të ujtë edhe të ushqimit, dhe në sa kafsh mundi me akomodu? Dëgja, kapacitetin kafshëve na kena mri si numër. Së tashti me hjek reduktimin, sa ma shumë që kryo teritora e bani shtim ma shëndoshë, ma të qëndrushë. Nëse len mu mbi popullu, atëherë soset ushqimi. Edhe aje bani planifikim ma mirë se na. Edhe nuk ka shtim. Mund me pas aty nga trim. Pasandaj du të ndohet edhe deri në sektorin e vetë që me s'ket qasje me kaprojt. Sa e i damton edhe livadhet edhe ma damtus edhe te kaprullet. Aktualisht janë krejt bashkë? Krejt bashkë. E kanë një ide, një qëllim, me mbjetu dhe kur gjë tjetër. Po, derisa nuk ndohen. Po, a planifikoni me pas uj ma shumë ose... Uj ka mjaftu shumë, livadhe do të më gjeru, pak ma shumë për kullosa, do më rrugët, më riparu, e mediatër është rrethoja kryesore, aja është qelës i këti rezervati. Alfa dhe omega që i thujmë na, është rrethoja. Po edhe nëse zgjerohen livadhe dhe të ka hapësirë, ka vend, se sigur aja tje për shembull, i hinë e ban një farë rrumullok i rrethit prej mjedrujve, e zgjanën. Se edhe elaborati e the që livadhe se dreni do në livadhe, do në hapësirë, do në fush. Mirë për na e na shku në të formën e mangadal, se ajo bëhet ma letë. Për sikur të rrethoja që do në investim, do më ha, na i kena bo ato tonë, që ka lypën nga neve si agencian, si drejtori, mirë po ta shumë. Ajo që do një investim, po që do mos dashme, me sa për kuptaj, se absolutisht. Rezervat? Ja, pa rrethoj s'ka rezervat. Se s'une ma faunën. Si s'ka fauna të rezervat e u kuptimin. Blinaja është një nga ato vendet e ëndrave ku natyra përjetohet ndryshe, pasi që ky vend dhuron emocione ndryshe sa herë që e viziton. ...32 kilometra larg nga Prishtina, i vendosur në jug-perëndim të kryeqytetit me një hapësirë prej 3000 hektarësh, Blinaja zotëron pjesën më të madhe të gjallësave të igra në Kosovë. Nga këto gjallësa, ujku është më i padëshiruar i këtu. Ashtu sikur edhe gjuetarët që tentojnë shpesh të futen ilegalisht brenda rrethojave. Ata llogaritën dëmtues më të mëdhenj të faunës, prandaj edhe nuk lejohen në zonën e mbrojtur nga shteti. E zyrtarët e shtetit këtu kanë të drejtë të vinë sa herë të donë, madje i kanë të rregulluara edhe vendet për pushim e takime. Ky objekt i takon Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të drejtë për qasjen e të kanë vetëm zyrtarët e kësaj ministrie.
ndërkaq tjetri është i Agjencisë së Pyjeve të Kosovës. Të dy objektet, sidomos ai i MPB-s, ngjajnë në hotele, por të cilat nuk janë të qasshme nga qytetarët. Ne ishim deri diku me fat, edhe pse brenda nuk mund të futemi. Megjithatë, ka shumë çka tjetër për të parë këtu. Për ata që zgjedhin të ecin në këmbë, edhe pse është distancë e gjatë, në çdo pjesë ka një atraksion. Natyra e bukur me rrjedhat e ujit e bëjnë Blinajën një vend mahnetës. Për me ardhur deri në Blinaj na është dashur një leje posaçme prej Ministrisë Bujqësisë, respektivisht prej Agjencionit Pyjor të Kosovës, i cili ka në kompetencë të vet parkun Blinaja. Nuk është një park i zakonshëm, është një rezervat për ruajtjen e kafshëve të egra, prandaj edhe nuk është i qasshëm për të gjithë qytetarëve të Kosovës. Për me ardhur këtu, pra duhet një leje speciale prej këtyre institucioneve. Megjithatë, me pak investim mund kthehet dhe mund të hapen dyert për gjithë qytetarët që të vinë ta vizitojnë, pasi është një vend jashtëzakonisht i mirë, ka shtigje të ecjes, ka bukuri të jashtëzakonshme natyrore, ka liçe, po edhe kryesorja janë kafshët e egra të cilat ruhen këto. U mbetet institucioneve të Kosovës që të bëjnë këto investime dhe t'i hapin dyert për qytetarët e Kosovës, e ne do të shkojmë në vende tjera, shihemi diku në Kosovë.